Po në bo njëjtë me një pyetje vazhdimisht, do të bo pak një kujtim, po vje viti i ri tash në anka dukosh mes internetit. Unë nuk besoj që asnjëri prej juve që jeni prezent nuk keni problem me punën e vitit të ri. Në tjetër anë, asnjëri prej atyre që shpresojnë që kanë na përcjell, mendoj ose shpresoj, ja u dëshiroj që mos me pas kësi lloj probleme. Puna e vitit të ri, njerëzit shumë shpesh po habiten. A keni pa mediumet tona që disa ditë kanë fillu në një farë mënyre edhe pamjen me e bë diçysh si festive. Për çfarë arsye? Nuk po thojnë mo viti i ri, vitin e ri pak për përmenen. Vitin e ri e shfrytëzojnë për muzikë, për vallëzim, për pije, për shfrenim, për sisene. Ajo nuk është fest, ajo është rast për me u shfrenu. Edhe kërkush s'po e përmend mosit këtil. Po e përmendin festat e fund vitit, e që ato festat e fund vitit janë dy krishtlindje, njëra para vitit ri, njëra pas vitit ri. Edhe subhanallah, po i thojnë, bile sot e lexojsha një shkrim një vëlla muslimane që shkru këto portalet tona, a thua, a veç për neve muslimant, ky vend i jonë është laik. Edhe realisht, pyetja e tij është shumë me vend. Edhe përgjigjja është po, veç na kur jena në pyetje, shteti jonë është laik. Kur është tjetër kush në pyetje, shteti jonë është ish laik, por është përkundrazi shumë fetar. E tash, unë mendoj se ma tepër se sa më na shqetësu, a bën as bën me bë polemika, nuk po du me thonë që jenë të pafretshme, po nuk jenë të nivelit shumë të avancuar. A me festu, a mos me festu vitin e ri, unë mendoj se njerëzve do të më ju trokit, masi të kalojnë qëto festat e fund vitit, më ju trokit në ndërgjegje dhe në arsye, në logjik, për me kuptu ata çka ka bëhet me neve o vlla. Çka ka ndodhur me neve, na që po i thonë veti musliman, me çka dojmë me met musliman. E lexojsha një ditë, njëri e kish shkru, një shkrim të shkurt e kish postu, thot nëse një person me një emën të huj, e sheh ti ditën e Bajramit o çu herët edhe ka shku në xhami. Kur dal prej xhamis, e sheh se e ka kap një kurban për dorë dhe po shkon pe pret. Mas një 2-3 orë peshen me kese të shpërnda mishin. Ç'a të shkon menja? Ai mundet me e pas emnin ç'a po dione. Një emën të shafirave zgjedh dhe çfarë të dani. Ty më të shkon menja thotë që ko ka bo musliman. A të shto apo jo? Thot paramendo tash një musliman. Një Muhameda, një Ahmeda, një Shabana, një të krishtent atje, edhe e shojnë e ka qitë atë kapuqin e kuq me rrëdh të bardh, e ka qitë një bredh në gjysht shtëpis, e ka stolis, po feston për natë vitri, tavolinën e ka plot me pijet ndalume e sene. Çka i jep shkas që ky tash, që ky Shabani, një qafirit me mendu për ta. Çka i jep shkas? I jep shkas me mendu Allah që ky ka bo sikur na. Që është thamë na për ato, që u bo sikur na, musliman. Tash, prap nuk po du me thonë njeri nëse e feston vitin e ria, del pej feja, s'del pej feja. Po është shumë me rëndësi bre që po do këtë njeri. Pa e din sa senin sot na e bartim, le dimnin. Po në kohë për shembull në pranverë dhe në vjesht, kur as nuk është shumë nxehtë, as nuk është shumë ftohtë. A e din sa teshën e veshim na për çka? Veç për mu dok më mirë. Sa senin e bëjmë veç për mu dok më mirë, sa shpenzimin e bëjmë veç për dok më mirë. Do të thonë është shumë me rëndësi përveç esencës edhe çysh po dokësh, çysh po e krijon ti për shtypjen në rrethin ku po paraqitesh, në rrethin ku po e thon ti si musliman, andaj për këto punë do të më pas shumë kujdes. Mirë po edhe na që flasim për këto tema do të më pas një kujdes. Ai kujdes është se nganjëherë i çelim do tema dhe jemi çast të drejt për drejt. Ndërsa niveli atyre që na dëgjojnë me të cilët komunikojmë nuk e përballon. Edhe e lexojsha një ditë, e keni lexuar ndoshta edhe ju në një portal, joni kishtë thonë që këta mjekroshat po thojnë viti i ri është kështu e alkoholi, kështu e sene, anë i këne thotë unë për i natit tyne du më qua dhe me shku në Dubai me e prit vitin e ri. E ta shka, mi thonë ati, pa ai ignorancën e vetë e ka po publike. Çka nëse shkon ti në Dubai edhe e pret vitin e ri, edhe ki mu qykat të pi rakia atje, çka po dërë me thonë me këto? Pse a që atje zoti nuk të shea? Ose që atje nuk është ndalume me e bo, ose pse e bojnë në Dubai, ty po të bëj ka halal, ose kështu me radhë. Mirë po, shumë do të me pas kujdes në gjatë komunikimit me njerëz në rrumë vllazër, mos me ishti njerëzit në gjyna ma tepër se sa janë. A kjo ka njëherë po ndodh me neve, dorën zemër, do të thonë ka njëherë po ndodh me neve, që po ishtim njerëzit në gjyna ma tepër se sa janë të bo gjyna, për shkak se nuk po e zgjedhin mënyrën më të qëlluar të komunikimit, mos të them s'po dim me komuniku. Inshallah Zoti na mëson edhe na udhëzon. A ka në e pyetje tjetër jashtë vitit të ri?
Mirë, Allah e shpërblet, subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta